Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në listën e hapur Briseida Çakëri, në vazhdim të takimeve me qytetarët dhe grupet e interesit, në kuadër të fushatës zgjedhore të 11 majit, ka zhvilluar një takim me mësuesit e qytetit të Vlorës. Për kandidatin Çakëri, ky ishte një nga takimet më të bukura, ndërsa ajo vlerësoi për kushtimin që japin çdo ditë mësuesit dhe nxënësit e tyre. Kandidatja Çakëri diskutoi me nxënësit edhe për planet e reja të infrastrukturës, si dhe për kushtet sa më të mira në drejtim të procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Sipas Çakërit, është gjithmonë kënaqësi që të jesh mes kolegëve dhe e rrethuar me zgrave të forta si kundër i cilësoj ajo mësueset. Një nga takimet më të bukura, që është padyshim ai me mësuesit, ata që shpërndajnë dije me përkushtim anë mban vendit, thot kandidatja e listës së hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Briseida Çakëri. Sipas saj, ky ishte një diskutim me sinqeritet për gjithçka që është bërë mirë deri më tani, për rritjen e pagave për mësuesit dhe planet e reja në infrastrukturë, që do të sjellin kushte më të mira për nxënësit dhe mësimdhënien. Është gjithmonë kënaqësi të jesh mes kolegësh, veçanërisht kur je rrethuar me gra të forta që buzëqeshin pas çdo sfide, përfundon Çakëri.